se si regjimi kërkonte të fundoste fen, besimin në Shqipëri, njerëzit e klerit në përgjithësi dhe se si ideologjia ishte në shërbim të dëmtimit të këtij imazhi. Për të diskutuar për këtë ekspozitë, si erdhi ajo për publikun shqiptar dhe për këto 57 imazhe, kam në studio një studiues, zotin Elton Hatibi, mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni në studio nga Instituti Konak. Fillimisht, dua di se si lindi ideja për këtë ekspozitë, që siç e tham, është kuruar nga dy miq tuajt dhe të cilët kanë bërë një punë të shkëlqyer. Atëherë, kuratori kryesor ose konceptin kuratorial e ka dhënë studiusi Doan Dani, i cili gjatë punës tij studimore, ai ka mbrojtur doktoraturën për pikërisht për temën e sakralizimit politikës në Shqipërinë komuniste, dhe në diskutime dhe debate pam të arsyeshme që një pjesë të këtij fondi, pra, i cili është i pa lëvruar, i pa njohur mirë nga publiku, ta sjellim në një formë ekspozite, duke përfshirë imazhet, po dhe pjesë të teksteve, titujt, duke sjellë edhe një atmosferë të aspektit grafik dhe estetik të kësaj të propagande antifetare. Si ka qenë kjo propagandë antifetare në këto 30 vite përpara se të ndaloj besimi në Shqipëri dhe që i shërbente pikërisht këtij qëllimi? Atëherë, siç edhe në inserti edhe ju e përcaktut, neve kemi përfshirë propagandën e periodikut dhe të shtypit përditshëm të periudhës nga viti 46 deri në 76. Dhe ka një arsye pse, sepse e shtrirë në këto 30 vjet, propaganda nuk ka qenë lineare, ka pas ato synimet e veta, ka pas estetikën e vet. Sigurisht në një 30 vjeçar janë 3 dekada, ka dhe aktorë të ndryshëm që kontribojnë, dhe mbi të gjitha ka një pikë kulmore në mes të kësaj periudhe, që është mbyllja e fesë në vitin 67. Pra neve fillojmë me 46-ën ku kleri përgjithsisht akuzohet për bashkëpunëtor të huajve, që Shqipëria sapo është çliruar, si njerëz që kontribojnë për të për të penguar reformat e komunizmit, pra ka disa detaje në këto të dhëna, dhe pastaj në vitet 50-60 kemi një synim për të demonizuar fen drejt për drejt. Për shembull,